Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Kryebushat. Një automjet tip BMW me targë sh 1818D është përplasur me një kamion me targa PU 1463A, i cili transportonte lëndë rusore. Si pasojë e aksidentit kanë gjetur vdekje në vend 4 persona, ndërsa një tjetër ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e qytetit. Personat e përfshirë në aksident janë të gjithë të rinj të moshës 18-19 vjeç. Burime nga policia bojnë të ditur se emrat e personave të përfshirë në aksident janë Rael Gduli, 17 vjeç, Gjeni Alamali, 18 vjeç, Ledio Pirani, Orlan Dreca, 17 vjeç, Ledio Pirani, 18 vjeç, Osman Brahja, 18 vjeç. Drejtuesi i BMW-s ka mbetur i plagosur rënd. Sipas të dhënave të para nga policia, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia e madhe e të dy automjeteve. Ndërkaq në një tjetër aksident në rrugën Lixhat të Elbasanit janë plagosur 3 të mitur 13 deri në 15 vjeç.